T'ju duket e çuditshme, por është e vërtetë. Arabia Saudite sapo ka hedhur një hap të pazakontë, por thellësisht domethënës, lëshimin e pasaportave zyrtare për devet, një projekt që synon të përfshijë miliona kafshë në të gjithë mbretërinë. Në pamje të parë duket simbolike, por në realitet kjo nismë është pjesë e një strategjie kombëtare për modernizimin dhe rregullimin e një sektori me vlerë në Arabi. Çfarë është pasaporta e devës? Ministria e Mjedisit, Ujit dhe Bujqësisë prezantoi dokumentin si një pasaportë zyrtare jeshile të vulosur me stemën kombëtare dhe një imazh të artë të një deveje në kopertinë. Kjo pasaportë do të përmbajë të dhëna për kafshën, informacion mbi pronarin, historikun e vaksinimeve dhe gjendjen shëndetësore, detaje për lëvizjet dhe transferimet e pronësisë. Qëllimi është krijimi një baze të dhënash kombëtare të besueshme që do të ndihmojë në kontrollin dhe menaxhimin e sektorit të deveve. Por pse po konsiderohet e çuditshme por dhe e rëndësishme kjo nismë? Sipas të dhënave zyrtare të vitit 2024, në Arabinë Saudite ka 2.2 milion deve. Ky numër e bën vendin një nga poseduesit më të mëdhenj të deveve në botë. Këto pasaporta do të rregullojnë tregtinë dhe transportin ndërrajonal, parandalojnë mashtrimet, lehtësojnë shitblerjet dhe do të forcojnë kontrollin mbi kafshët. Në thelb devet po trajtohen si një aset kombëtar strategjik, i ngjashëm me regjistrat e baktive në vendet perëndimore, por me një sistem më të formalizuar identifikimi. Industria fitimprurëse e deveve. Devet nuk janë vetëm një simbol kombëtar, por një industri me qarkullim milionash. Arabia Saudite organizon çdo vit festivale madhështore ku janë konkurse për bukurinë të deveve. Pronarët investojnë qindra mijëra dollar për kafshët e tyre. Çmimet arrijnë në miliona dollar. Vlerësohen tipare si forma e buzëve, madhësia e kokës dhe harmonia e trupit. Mund t'ju duket çudi, por në disa raste janë raportuar dhe skandale për ndërhyrje kozmetike të palishme tek devet, që tregon se sa e madhe është rëndësia financiare e këtij sektori. Historikisht, të posedosh deve ka qenë një prestigj dhe fuqi në gadishullin arabik, sepse ato shërbenin si mjet transporti, burim ushqimi për qumësh dhe mish, element qendror i tregtisë me karvan. Një studim arkeologjik i publikuar në 2021 sugjeron se gdhendjet në madhësi reale të deveve dhe të kuajve në shkëmbim në Arabinë Saudite mund të jenë rreth 7.000 vjeçare, duke treguar se lidhja mes njeriut dhe deves është ndër më të hershmet në histori.